Dhe ja kishtë thënë dhe Azemi e thanë televizor. Që unë falenderoj shikun edhe ministrin e brendshëm që informuan që shiko ka tentativa i ditha dhe ka marrë masa. Bas njave Azemi ura. Por opinioni im është që Berisha e shfrytëzoi këtë vrasje. Nuk e di sa ka ndihmuar, po për ta shfrytëzuar, e shfrytëzoi rënd. E quajti vrasje politike, e quajti vrasje me qenë se Azemi ishte i rëndësishëm Partinë Demokratike, s'është vërtet. I vetmi njeri i rëndësishëm që Berisha kishte frikë ishte Azemi. Pse Azemi ishte trim, kishte njerëz nga mbrapa, kishte grupim domethënë. Ajo përplas zyrtarisht me Berishën, në përzuna dhe u bë kryetar sindikatash, më thash. Ishte në një periudhë konflikti me Berishën. Dhe kjo ai e shfrytëzoi. E pa që në dy mënyra, një ishte me Azemi që e tremte, me të drejtën. E tremte, ishte djali i Zotit, i fortë. Dhe dyta që hodhi idenë që e vrau shteti, e vrau Partia Socialiste, e vrava unë, me urdhër të Recep Fidanit, Fatos Nanos. Nga kush është vrau, profesor? Mund ta themi tash nga Haklaj. Fatmir Haklaj ka tërheq pistoletën. Kishte probleme personale me to. Tani kush e la Fatmirin që t'i afrohesh Azemit? Ky është problemi. Shteti shqiptar i asaj kohe nuk kishte asnjë interes që të vritesh Azemi. Ishte një deputet që shteti duhet ta mbronte. Si gjithë qytetarët, po deputetët sa më shumë, ne lajmëruam. Pa i kishte bodyguardet e vet, nuk kishin deputetët bodyguard në shtetin atë kohë, kështu që ne s'kishim detyrimin të jepshim bodyguard. Pa i kishte të vetët, kishte shok, miq të vet që e mbronin. Dhe shteti, si thua, kishte detyrim ishte deputet. Nuk fitoi asgjë. Qeveria Nano urrëzua nga vrasja e Azemi. Nuk fiton të shteti asgjë. S'ka asnjë logjikë. Që pse? Ata kush fituan dhe kush pse e lidhun? Një falëndime që mund të jetë dhënë. Me këtë fakt që u shfrytëzua vrasja e tij. U shfrytëzua rënd për disa vjetë, u bë Shqipëria tym. Në 98-ën. Tamam ditën e varrosjes Azemit u ngru shteti praktikisht. U morë televizioni, u morë kryeministria, u morë parlamenti. Të thënë shumë e qartë që si kishtë ndodhur. Po, cili ishte roli i Fatmir Haklajt në Ushtrinë Çlimtare të Kosovës? Ai ka ndihmuar Ushtrisë Çlimtare të Kosovës? Kjo se ka ndihmuar për interes të vet, jo se nuk kishte një detyrë. Ai ishte natyrisht ke parasysh në atë periudhë mbas 97-ës. Tropoja praktikisht ishte jo jashtë interesit, po jashtë si thush komandimit nga Tirana. Atje policia ishte zoti i vendit, ishin Fatmiri me shokët e vet, dhe një pjesë e armatimit që mblidhesh dhe blehesh në popull në Shqipëri, se ishin hap depot në 97. Kalonte dhe nga Tropoja. Thuhet, nuk e dim se nuk merresh me policinë, kur s'jam marrë, sikur me policinë e vendit. Policia ka institucionet e veta për këtë punë. Kështu që nuk mund të me përgjegjësi që po, Fatmiri shiste, blente armë, shiste armë. Po, ishte, ka që dinim, që ishte interesuar për trafikun e armë. Tani, quhet ndim kjo të shesësh armë, që kësa po. Për kufizimin veheni vetë nuk e di. Profesor, vim deri tek, unë falenderoj shumë për intervistën, vim tek pyetja e fundit. A keni frikë nga Pollon Pilnici? Nga kush? Nga Pollon Pilnici, profesori. Personazh interesant është. Na duhet, me sa duhet na duhet deri. Atë ka futur aty në listë, domethënë që atë ka futur aty në listë që kanë më të arrestuar s'po, po i ka futur krejt, me Derom, me Unë po them një personazh vërtet shumë interesant, mungonte deri tani në përgjithësi politikanët janë përpjekë që të jenë serioze, më the tash. Kanë dhe ata karagjollëje të tyre, po ky është kompleks. Ai ka bërë me shumë seriozitet. Shiko, vetëm ideja. Ai ka vlerë edhe vetëm ideja që sot asgjë konkrete. Absolutisht asgjë, vetëm gjëra të përgjithshme.
që ka da bodyguard, një